Vëllezër e motra, ajo për cilën du të flasë të shi në këtë momente me ju është të mërësisht alarmante, edhe nuk ka nevojë që të ngrej zonin sa mi gjoka këtu për të nga që spërmban ato emocionet e veta. Është vetë fakti qoftë dhe spekulus që bërtet, që qirët, që ulloret, vëllezër e motra, tashti kanë fillu të qarkullojnë fjala në kënd të botës që Sazani, ishulli i vetëm e Shqipërisë, mos i Kurthuzin e kemi humbur ka, edhe sa shmajoni dhe sa jeni kur me sa duket, por Sazani, ishulli i vetëm i Shqipërisë, tokë shqiptare, është kapitulli mëll, është shit, është vendos, ka hik nga durë të Shqipërisë, një herë për gjithmonë, është shit në mënyrë të fshet, nga qeveria e krye hajdutit dhe krye tradhtarit dhe krye kriminalit dhe lugatit të përshtirë që kemi në sot e Dirama. Është shit, vëllezër e motra. Është kapitull i mirë, i mëll, ka hik një herë e përgjithmonë. Çfarë do të sjellë protesta? Në qoftë se na kanë morë përgjithmonë. Çfarë do të bëjmë me protestën në qoftë se s'është më joni? Vëllezër e motra, për ju që mani një krah po kritikoni një krah, që jeni kundërshtarët e mi, apo mbështetësit e mi në opinionin tim, që mbështesni protestën, apo e sulmoni protestën, që mbështesni Edi Ramën, apo e sulmoni Edi Ramën, PD-ja për mua është jashtë loje, tash i vesh se bashkëpunëtor i pazarliqeve të fsheta në dëmë të Shqipërisë, sa kohë që runë dhe tyre të sakarike, edhe i manë ato në kryet PD-s. Por, vëllezër e motra, me qoftë se ju keni parë këto ditë, unë shoh kryesisht e mas barometrin e moralit shoqëror të kombit tonë, thjesht me komentet që bëjnë ata në videot e mia, ashtu sikur se bëjnë për gjithë ata që thonë një fjalë apo një tjetër, edhe çfarë kanë parë një gjë tragjike. Në momentin që policia, shteti, mendohet ose u pa sikur tregoi forcën në dhambët, edhe filloi të raha, protestuesit e pafajshëm, edhe në qoftë se kanë hedhur ndaj vezë, por kur ishin tokë dhe gjurmë në shqirma, edhe herë unë pash këto çaketë të zgjipët, që me herë këto njerëzit, këto, unë kam qef të thonë patronologjisë, por këto s'janë patronologjisë, se patronologjisë është ai që e shit të vetën për 2 lekë, merret 2 lekë për tradhton. E tradhton edhe atë që dorën e ha, si e qeni që ha dhe dorën që u shqen. Shumica e këtyre patronologjistëve që thonë ju janë këto, që kalojnë sa në një parti në tjetrën, nuk mund të eliminosh se është pjesë e kombit, por këto maskaret që edhe mos mojnë 1 lekë. Këto që edhe kur heshtin nga Afrika, por sa po gjallërohen, të vërsulen si ata qendë kur ti nis tikësh, të sulen ata, po kur i kthesh ikin mrapsht ata kanët e këqija. Çfarë ndodh? Të gjithë këto kundërshtarët e asaj për të cilën për shembull mbështesën, thonin ai koment, por skalonin as në sharje vulgare, ndaj thumbë, se thëmë këto, se është përshgjuar Shqipe, kanë dalë dhe shile e thumboj
Amerika Ramën e Thumboj, ky Thumboj do thot që me tak, me qeshme, i thot diçka që djeg. Por jo kur e goshton, mori djat, ngatrojnë fjalën me thumbim, që i futi një thumb, me goshtim që të goshdoj me shpatlla për muri si Krishtin e kryq. E Thumboj. Mirë, këto lapa qend idiotë gazetarësit të top channels që përdorin eufemizmin edhe kur gjoja flasë, por edhe njerëz të zakonshëm e Thumboj, po nëse po kisha fjalën, këto flisin me Thumboj në momentin që policia filloi të ra protestën dhe mendun që tash do i zhdukin dhe shkeli me kom se ka që paten, fillun ato qene birqene si ato buburecët e mutit, inshallah s'keni pa. Unë jam rrit në fshat, unë jam rrit kur s'ka pas hale, një shkollë tonë kishe një hale, ashtu jam rrit, edhe atjena për ato pyet, në mos mundi sa shumë grafike, më falni për shprehjen, po kështu janë këto si buburecë mundi, bajgët e lopës, ato buburecë shkojnë edhe e ngacmojnë kur thahet ajo. Këto buburecë dolen dashti, edhe fillun me sharje, me non, e me dhemje se që janë një që hoqë aty, e më thoshte pas një loj argumenti, pas një loj kundërshtie, pse këtu unë jam gabim edhe pse këtu ato kanë të drejtë, po ajo që delen koment thot, faqilesh, hajde Mahamudin në bithet, po mos i dhe kes rush qimen. Që këta të bojnë të shkosh atje, një karkalec, një dhemje me zi dukur që hesë, Samio nuk është div, nuk është Herkul, nuk jam Rustem Qërgji, mundsi, po Samio të qinonën po të gjeti për balë ty mër karkalec, se e ka për nder ta humb jetën, po ta qinonën ty për para, se unë nuk jam div, po ta qinonën, për këto karkalec, me nje prap bimë zgju, sa për shofin për shumë doli gjykatët edhe i lërun këto që të rëgon që shteti është kriminal, i arrestojnë me të pa drejt, po ajo gjykat e ati sistemi i ka lëru të gjithë këto protestuesit se e shofin forcën popullore dhe e shofin që pëndohë. Por vëllezër e motra, unë flas me njerëzit e ndershëm e të pastër që besojnë në njërën apo tjetër në parti, që janë lidhë për një arsye një tjetër me njërin apo tjetër në parti, por që e du në të dheon, si shdu në të ardhmën e fëmijëve, niprave, mesave të vetë, që s'do kenë lidhje me këto njerëz në pushtet. Unë me këta du të flas, unë nuk do të flas me fllëqësirat, me krimbët e haleve, me këto që çfarëdo që të thush, nuk do t'jem dakord në qoftë se shofin që qeveria fashiste pas ka forcë bohen e gërgufën këta bohen trima këta shkordhata se i polisi zvaranik që vjen nga mrapa i bjenet, por në momentin që po i bin flatët ulen e do të latën, po janë si ai kanceri që duke sigur ashtu po është mbledh, në momentin që i vjen koha shpërndahen prap, shpërndahen metastazet në çdo inde, në çdo qëlizë të gjakut tatë, kështu janë këto ndryshe, por unë po flas për njerëzit të thjesht, njerëzit që besojnë, e jo për këta zvaranigat, as për ato maskaret, që quhen këta ekstremistët, diçka ultra, po ekstremistët e anës tjetër, që nuk është se shpërthejnë për shembull me dhunë e revolt, po t'ishte Sam Gjoka, që mu më dhem shpirti që s'kam qenë aty, kur i kanë qujt ati personet në tokë. Samiu është plak 63 vjeç. Çdo person kundërshtar mund ma fusë në grushe me hell në tokë. Policia është armatosme, po të shkoj drejt për drejt, pa bona gjo, me i shkop gome më lënë shakull. Por mu më dhem shpirti se po t'isha aty, kur i kapi njerëzit nga turma, protestuesit, këto djemë të vajzët, me provokim, i tërheqin dhe i rrafin kur s'kan bo asgjë, ose edhe ato që kanë bo, por kur e vejnë në tokë dhe shkelin me kom, mu më dhem shpirti që s'kam qenë protest, që të shkoj atja qina nëra një polis, të vrisje me durët e mija, let më vrisin aty, dhe vdisja krenar,
Po kjo është revolte çastit. Është revolte se mandat më shpirti kur shef një katillnie, një barbarizëm të tillë nga një shtet fashist që e kemi zgjedhur më qenë në pirqenësh. Unë këtë e pranoj dhe këtë revolt, por të shkoj unë pa ngacmuar policia. Edhe gjuj me gur drejt xhamëve të kryeministrisë, për shembull, që është institucioni jonë, edhe pse uzurpojnë kriminal. Unë dënohen dhe duhet dënohen, po dhe një los këto protestë mrekullueshme. Kemi në mes tonë që da bëjnë këtë gjullërdin, që da bëjnë tipit të protesteve e Tirana kur i mori që pa bona gjo policia fillon sulmin e poshtër kundër policisë, ati shteti kriminal që ka qenë edhe atëherë. Por e fillun këto. Policët janë të popullit. E fillun këto. As me Berishën, me këto lunatikat rrugeqër të Berishës, që dalin edhe digin edhe pemët në bulevard. Pemët e qytetit tonë, që është kryeqyteti jonë, nuk jam. Unë nuk jam me dhunën e pashkak, dhunë për dhunë. Por unë jam me revoltën barë populore, kur ti fut thikën në fyt, kur ti e shkel me kom, kur ti e përdonan djalin dhe vajzën, se shkel me kom aty kur është në tokë, revolta mi i hershme. Por jo me këto maskarej që përdorin revoltën si metodën dhe strategjinë e tyre dhe dun ta njëllosin protestën, si jam me këta. Unë flas me këto njerëz të ndershëm të pastër, të tregoj a e dini çfarë ka ndodhur me Sazanin. Po flitet kudo tash në përbot që Sazani është shit. Sazani nuk është më i Shqipërisë dhe shqiptarëve, është shit. A është kjo e konfirmume, e pa kundërshtueshme, në asnjë mënyrë nuk është. Është spekulim për spekulim, po qarkullon. Po qarkullon kudo në përbot, edhe ato që merren me konspiraci. Siç merret sa kohë Alfredi në Shqipëri, madje po thonë që nuk është morë Sazani nga dy arabët shkërdhata që kanë tradhtu çdo çështje arabe. Edhe gjoja punojnë në interes të Izraelit kundër popullit vetë, kombëve të veta. Edhe nga Kushneri, këta janë vetëm fasada. Këta janë vetëm që qude kur e mulon, kur e fshe, se në të vërtet, po thonë ca zona, anë kanë botës, është që Sazani, me tunele gatshëm se kemi pasur kanë bo ushtri në Marinë Sazan, ku janë oficere të tipit komandantit komandantit tim Vladimir Beja, komandantit tim që maj menon që ose është gjallë, Ilmi Sulqe, oficerit tim që kam dash atëherë dhe du gjithmonë, Andrea Turja më duket e kanë pas, ku janë ushtarakët dhe ushtarakët dhe në pension të ishin, edhe në varë të ishin që s'ngrihen nga varri, që të bëjmë armatën, shkojmë atje, të kemi varë ka të binu e buk, nga toka e madhe në kanë morë Sazanin, në kanë morë një herë për gjithmonë, se thonë, jo për turizmi është për të hellë hyjësyve, por të bo baza ushtarake, një fuqie që në nuk e di, më të disa thonë të Izraelit, nuk me intereson të bëjnë bazën e tyre ushtarake, se i kanë tunelet gatshëm, thashon, kanë qenë tunelet e nëndheshëm, mush me raketa, me silura. Na i kanë morë sa i ka shtit krye, hajdut e krye kriminal që kemi në qeveri, krye banditin, krye lugatin, krye në dhemjen, krye pederastin. Vlezër e motra, kjo është për të qa, kjo është për të vra vetën, kjo është
nuk ka shpjegim, na e kanë marrë një herë për gjithmonë. Janë spekulime. Çfarë bëhet kur është spekulim? Qeveria, kjo qeveri shtrigësh dhe kurvësh, që gjenë për gjithë natën autobiografinë e Sami Gjokës, ku ka ardhë, si ka ardhë, pse ka ardhë, ku është, si është, dhe si mund të luftojmë nese, me çfarë mund të kërcëtojmë brenda natës, që gjenë Goxhajn e familjen e Goxhajt dhe i sajojnë dosje false për të shpallë armik brenda natës, që merren e mlidhen brenda natës, shpallin 9 grada, kush e shpall 9 grada në Shqipëri, një lunatike tjetër nga territorat tona jashtë vendit, një Iqballe. Kjo ushtri hienësh që brenda natës bën gjëra të tilla me individ personal, si nuk del me një deklaratë të pastër të qartë, por hidhet si kurv çdo ditë, çdo natë. Edi Rama një ditë thotë që shkon në Zvërnesë dhe thotë, me Sazani nuk keni punë ju, se Sazani është pranë shteti, pra e kam punën unë. Si kush ta ka dhënë, e kalon kufit e autoritetit që është autorizum, në qoftë është shtetit, nuk keti kompetenca mbi pronën shtetërore ta falësh se s'është shtetit, po që është shtetit në kuptimin e administratës, është shtetit si Shqipëri, por është edhe kombit, pavarësisht jemi të ndanë. Unë mendoj që çdo shqiptar, edhe në Strug, edhe në Ulqin, edhe në Tetov, edhe në Përshev, ka një të drejtë kombëtare mbi çdo centimetër tokë shqiptare ku banon një popull shqiptar, pavarësisht gardhëve shtetëror që në kanë vënë të tjerët, si komb ku na preken çështjet kombëtare, të gjithë kemi të drejtë të protestojmë, të ngrihemi, të mbrojmë, në qoftë se na prekin për Shevën, edhe ai që jeton në Maqedoni, edhe ai që jeton në Shqipëri, edhe ai që jeton në Maltëzi që është shqiptar, e ka të drejtën, një të drejtë kombëtare, të çohet në kom, të morë armën, të fus plumbin pall tradhtarëve. Po të na prekin Mitrovica, nuk është vetëm e Mitrovicarëve, nuk është vetëm e Drenicarëve, nuk është vetëm e Kosovarëve, nuk është vetëm e Iliridianëve, si e quajnë këto shqiptarët e Maqedonisë, Maqedoninë, është e gjithë shqiptarëve. Kur na preken Sazanin e Karborunin, është jo vetëm e gjithë shqiptarëve brenda Shqipërisë që kanë detyrë shtetërore, por e të gjithë shqiptarëve kudo që jetojnë në Ballkan që e kanë detyrë kombëtare të dalim zot vendit. Po si do të dalim zot vendit, vëllezër e motra, në qoftë se ky e ka shqit atë edhe nuk na tregon se drillet si kurv çdo ditë, çdo natë. Çdo ditë, çdo natë në Zvërnes thot, nuk keni punë ju, se është punë, është pronë e shtetit. Shkon pastaj në Itali edhe thot, ajo është pronë private. E morin gazetarët e CNN edhe thot, Sazani është shit. E morin në Deutsche Welle edhe thot, Sazani nuk është shit. E morin në intervistë mas 2 ditëve edhe thot që kontrata nuk është bo, se s'kemi ra dakord me ca plane, sa lek do bo shteti. E morin pastaj mas 2 ditëve thot, s'ka kontrat, ose kontrata ka maru. Për arsye se kemi një shtet kriminal që nuk është në gjendje të tregoj popullit çka ndodh me pronët tona kombëtare, harroje me pronën e Zvërnecit, sa është mrena territorit shqiptar, e ngrehemi nesër, unë them se Selam Osaj se më ka ngel në mendje, më falni ato që nuk besojnë që kjo është e vërtetë, mund mos jetë, po ngrehemi dhe i hedhim në erë rizortet të tyre, se çdo ngrehemi, nonën do t'ja tregojmë me qoftë se vin e bëjnë rizorte me këto
kontrata korruptive ilegale të këtyre, por sa zanin vlezër e motra që e kemi larg, që po ta bëjnë edhe bazë ushtarake siç mendohet. Po ta bëjnë edhe bazë ushtarake, se kemi as fuqi se këto s'kan ushtri. Kosova ka ushtri. E ka bo ushtrin, ne e kemi shkatru. Ne s'kemi as ushtri. Ne s'kemi as gjë. Por kemi shpirtin, kemi këtë reni të flakt. Në qoftë se është shit vlezër e motra, dhe ka hek një herë për gjithmonë, çfarë do të bëj protesta? Çfarë do të bëj protesta? Në radhë të parë, unë do të tham, si Sami Gjoka, si njëri thjesht, jo si njëri që unë sa juve. Unë bërta se qirën së më dhem shpirti, për të ngrit një zonë më shumë, me zonët juj. Çfarë do të bëjmë ne? Në radhë të parë, vlezër e motra, çdo kontratë që ekziston në botë, në qoftë se ka një element antiligjor, një element vetëm antiligjor, është i pezullueshëm, është i anullueshëm. Në qoftë se ka shkel ligje që ekzistojnë, për shembull moshitin e tokëve shtetërore shqiptare, ose mosmarrjen e sa pyeta Faruk Myrten ato që t'jepen në dorë dhe prapë harroj rishvete, në qoftë se kanë marrë rishvete, ato që bëjnë kontratët, ato që shesin tokat, është akt kriminal, edhe i kthyshëm. Në qoftë se janë shkel ligjet kushtetuese që ekzistojnë në Shqipëri, një ligj sigurt është i kthyshëm, i pezullueshëm kontrata. Në qoftë se janë kalu ligje dhe janë ndru ligje apostofat për të bërë kontratën të mundshme, është e pezullueshme kontrata. Këto i kanë gjithë elementet që kontratën në Shqipëri ta pezullojmë kur të arrësojmë këtë qeveri kriminale, që do të arrësojmë. Nuk mund diskutohet me këtë kriminal. Nuk mund diskutohet a maj mujkun dhelpën, shë quen hiena, quen ato hiena, se s'meriton këtë quen, ta quen luan, ta quen ujk, ta quen hienën, këtë krimbin e hales. Nuk mund të marrim në pushtet, nuk diskutohet me këtë kriminal. A i do plumbin padhe, po s'mund t'i vrasim. Nuk duhet t'i vrasim. Duhet t'i dënoj drejtësia. Duhet t'i marrim çdo lloj pronën nëse kanë shit pronat tona, se këtu do dalë tash. Çfarë ndodh? E pezullojmë ne. Por që rëndësi ka pezullimi jo, për arsye se ai që ka ble, ai drejtohet gjykatave ndërkombëtare, edhe thot, unë kam ble me good faith, e thonë, me besueshmëri, se këto më kanë mashtru, kjo qeveria e Edi Ramës, se këto klyshët oligarkët, unë nuk e njoh. Këto më kanë mashtru, që ky është pronari i Sazanit, më kanë shitokën, ose është vullneti i parlamentit shqiptar, i qeverisë shqiptare, i gjykatave shqiptare, edhe ato mund të kenë bojë gjona korruptive, le të paguajnë hesapet e vet me njëri tjetrin, por unë kanë mashtru, edhe unë kam investu, edhe gjykatët ndërkombëtare i mbrojnë investuesit e tillë që kanë shku me ndeshmëri dhe pastërti. Problemi është këtu, vlezër e motra, që në qoftë se në nesër do kemi një shtet të kullum, jo me ekspertët bohën. Neve na erdhen nga malet, ato në luftën e nacional shqiptare dhe bon shtetin. U bon ekspert, ndoshta të liq unë nuk besoj. Kanë qenë më të pasër ata dhe pse na kanë vrarë dhe na kanë therrë në përburqe, të paktën me kushtetutën e vet, me ligjet e veta, i kanë zbatu përpikmërisht. Ligjet e atij shteti ndoshta ishin me luftën e klasëve barbare, por të paktën i kanë qëndru atyre ligjeve. E kanë mbrojtur dheun ashtu siç kanë ditë ta mbrojtën, edhe bon gabimet me Kosovën, se s'kishte shprisje. Nuk du t'i ngrenë qiell, po janë shumë lartë me këto vëmje, me këto hale që kemi sot, me këto që edhe fëmijët e dëshmorëve dhe komunistëve të Enver Hoxhës, që ishin katil kundrejt një grupi tjetër, por e mbrojtën atë dheun, e deshin atë dheun, ashtu si që deshën ata. Por
këto maskarej, edhe njëherë nuk ka nevojë se kush na vjen nesër në qeveri. Ekspertët bëhen, ne na duan njerëz të pastër që duan kompin, që nuk shkelin kushtetutën, që zbatojnë ligjet, edhe që nuk nxjerrin ligje që t'i hapen rrugë krimit. Në qoftë se nesër ne vërtetojmë që kushneri po kush ka pjell kushnerin tim këtu në Amerikë, që Trumpin po kush ka pjell Trumpin, presidentin tim këtu në Amerikë, se Netanyahu po kush ka pjell Netanyahun, që unë e du se ashtë vjen nga një popull i vutë që fut, po jo nga kjo qeveri zioniste, kriminele. Kushdo, në qoftë se këta, qose kanë gisht këta, se i ka fut ky, të dhëroj pranët e tona shtetërore, kombëtare që ta majnë të në qeveri, por në qoftë se ta, dinin ose kanë pas mundësi ose arsye të dinin, që po marrin prana në mënyrë klandestine të fshet ilegale me kontratët korruptume, ata e humin çështjen nesër në kthehet neve. Për sa i përket konspiracive që më tramin mua që unë nuk mund t'i besoj, por që duhen Joana Shkollusi, thot për shembull një për këtyre Cako, që këto janë fasada që po na i morën neve gjoja për turizëm, kur ne s'kemi, për shembull, të kemi 99% ose 90 ose edhe 80% të kemi biznise shqiptare, hotele këtyre kriminaleve shqiptar për shqiptar. Edhe kemi 20% o 5% që e hapim kushnerit, jemi në rregull këtu, sa ko që ne jemi në gjendje ta kontrollojmë që pikërisht aty ku resorti kushnerit është bo, nuk janë portët e fsheta me hyrë në tunele, edhe me bo Sezanin bazë ushtarake për intereset e tyre. Por e zejmë që ne, por këtu ne s'kemi asë një lloj kontrolli. Cako edhe disa që në gjendë Cakon kanë shpërnda teori që janë alarmante, edhe s'po mojnë vëmendjen e duhur edhe në qoftë se janë spekulime. Që Sezani është në fakt një pikë e fshet ku është e gatshme se e kemi gjithë tunelet Sezanin për të bërë bazë ushtarake të fshet të Izraelit. Vëllezër e motra, pse unë logjika ime nuk e beson këta? Për arsye se të bish një bazë ushtarake jo të natës, mërë në teritorit natës, do ishte alarm për gjithë shtetet e natës. Mos e harroni këta. Në qoftë se Izraeli do binte bazat ushtarake, ose po negocionte me bo bazë ushtarake, si thot Cako, do ishte alarm për Turqinë. Në qoftë se do bosh një bazë fshetë ushtarake në Sezan, edhe ajo do ishte Izraelit, do ishin ngrit vetë NATO, do ishin ngrit në protest me njëherë. E zejmë të ashti që nuk është Izraeli, po është një bazë fshetë ushtarake. Turqia dhe Greqia dhe Italia janë 3 shtete rreth e rrothull, që ndërkorsnoshin dhe nuk kanë interesa geopolitike të një llojta që të binë dakord, se cili do ketë frikën e tjetrit. Do ndihmoj, do jenë aleat të Greqisë kundër Turqisë apo Turqisë kundër Greqisë. Kjo do ishte alarmante. Kjo edhe në qoftë se të gjithë këto udhëheqësit e Bashkimit Evropian janë të korruptuar të blem nga qeveria Rama, se ne i kemi faktet që qeveria Rama desh bleu, edhe po blen, si po blen me Sezanin familjen Trump. Ashtu mendoj. Nuk është të çudi që ti ketë blej këto, se s'ka mundësi Evropa edhe sot e kësaj dite me këto protesta mbar popullore. Prap nuk ka urdhër të prerë kundër korrupsionit qeverisë Rama, edhe kur i shkelën protestuesit në kam në mënyrë të pafashme edhe të papranueshme kur ishin tokë edhe të pambrojt. Evropa po hesht ose nxjerr një deklaratë sa për të lagojen, kemi thënë. Por e zem që bazat ekzistojnë. Kjo nuk kërcënon vetëm Shqipërinë, humbim Sezanin,
kur kërcënon gjithë rajonin dhe kërcënon NATO-n, nëse është kundër NATO-s. NATO nuk është një organizat që i drejton, që i tregon shteteve se çfarë të bëjnë me çdo pllon tokë të tyre. Por mos harroni që NATO e ka Shqipërinë në NATO, edhe e dëzron si qeqa të di të paktën në çdo lloj aspekti ushtarak që bën Shqipëria. Nuk mundet Shqipëria të jetë NATO, e të sjell një bazë që s'është e NATO-s, që mund të jetë kërcënim për NATO-n, ose që mund të implikojë ose kështu që unë e kam pothuajse 99% të sigurt që Sezani nuk po bëhet bazë e fshehtë ushtarake. Por 1% gjithmonë duhet të ekzistojë edhe duhet të alarmojë, jo vetëm botën shqiptare, por protestuesit me takt edhe me mjaft finesë, me mjaft logjik, pa emocione, duhet të alarmojnë Bashkimin Evropian dhe NATO-n, edhe Amerikën vetë, që këtu ka mundësi, po flitet, dhe ku ka zonë nuk është pa gjo, që një bazë, një kalë troje, një gjarpër, po hynë mrena territorit NATO-s. Unë thash që NATO nuk ka fuqi, edhe në qoftë se NATO nuk mundet as të urdhëroj, kërcënoj, compliance e thonë që të bëjnë gjonët në koordinim me NATO-n që t'i përputhën NATO-s, mos harroni është Bashkimi Evropian. Shqipëria dhe Sezani është një territor mrena territorit të Bashkimit Evropian. Ne jemi mrena, pavarësisht që na lejnë, na kanë bë gardh. Pse jemi mrena ne? Se Bullgaria dhe Greqia është, se Kroacia është, se Romania, Polonia është, se Italia është. Pra ne jemi mrena territorit evropian, ku po sjellim baza të fshehta ushtarake që nuk janë të NATO-s, nuk janë Bashkimit Evropian, edhe do të alarmonte Bashkimin Evropian. Unë këta ju them juve, vëllezër e motra, miqve të mi që dhem shpirti për Shqipërinë, për tokën tonë, për kombin tonë, të sunkum, kaq sa nga ka ngel, që mos të alarmoheni dhe mos të shifni kaq tragjike konspiracionin që po hapet kudo në përbot, po flitet kudo në përbot, me zatullet edhe me kujdes, se mos sënojnë e mos prekin interesat këti apo ati, por që po thuen dhe thonë hapur nga Cako, nga Fred Cako. Mos u dekurajoni, mos u thyni, mos u dëshproni, për arsye se gjasët janë që kjo nuk ka mundësi që t'jetë marrë për të bo bazë, por nuk duhet eliminu asnjëherë 1%, se bafasit janë ata që kur i mësojmë është tepër vonë, edhe mund t'jetë. Por ajo që do të them është se, në qoftë se, në radhë parë do të fillojmë tek vetja jonë, mos njohjen nga ne të Sezanit si tokë huj, mos njohjen nga ne të kontrateve që mund t'jetë botë fshehta, edhe që akoma nuk qartësohen. Sepse Rama një ditë thot që është shit, po ditën tjetër thot që kontrata nuk ka përfundu akoma, se s'kemi ra akoma në marrëveshje, se të kundërshton kjo çdo ditë vetën e vetë, se është hale, nuk qa kokën edhe ato mjeranët që u shkojnë mrapa, ato s'kanë nevojë për logjik. Ato kur nuk kanë logjik, dalin e thonë, Sami Gjoga Mahamutin që ka rrit ajo, mjekra, o trulesh. Pra ikin nga argumenti, ikin nga tema, ka janë ata se ashtu sikur se është qeveria me lig, me poshtë, me kriminele, me idiote, me një parlament 2 partive, idiot që mund të kenë kalu ligje, pa e ditë shumica e tyre. 90% e tyre janë, 90% e tyre nuk dinin që të huj. Nuk janë është poshtërsi, kurva e rrugeqër që është mush parlamenti pikrisht, se e kanë botë të tillë që t'i kenë vasale që duhen ata të s'din marr, ata ngrenë dorën i thot Berisha për shembull votoni për këtë, mos e kundërshtoni socialistët votojnë, i thot Berisha mos votoni, nuk votojnë, nuk kanë ata, nuk kanë logjik, nuk janë gjendje, se ndaj shitin, ndaj janë ndru ligjet dhe në kalu ligjet e shitjeve të pranave,
Se kemi një hale kuvend që duhet djeg, jo kuvendi, njerëzit që janë mrena. Por vlezër e motra, edhe një herë, ky thot s'ka kontratë. Kontratat në mbar botën, të paktën, jam i sigurt që në Angli, në Amerikë, në Indi dhe në Kanada, në qoftës edhe një pike vetme e kontratës, ka me të hapur për negociatë dhe nuk është vendosur akoma kontrata quhet e paratifikume, nuk është e pranume, nuk është e mbyllme, nuk është e ratifikume, domethënë që është nuk e shpezullon se nuk është firmos akoma. Ky një ditë thot që është shit toka, një ditë thot që kontratat nuk i kemi marru akoma, që për në nënës thuti që është shit toka nuk është shit, në qoftë kontrata nuk është mbyll, ka akoma një pa ju vendosi sa po ata që vendoset tës, se ka prap diçka për të vendosur, sa ko që diçka nuk është marru, nuk është 100% e mbyllme, nuk ka kontratë që do kthehen lehtë, nuk duhet shiten, po këto nuk merren me këto. Këto maskarej që janë qeveri dhe këto dhemje që shkojnë mrapa nuk merren me çështje të tilla, po merren me gjatë nofka kush është protestu si ka qenë Muçakën, apo s'ka qenë Muçakën. Më falni për shprehjen, do të mundohem të ruaj atë, se dashëm të thonë kujt ka fut mbrëmë, kujt s'ka fut mbrëmë. Por vëllezër e motra, problemi është këtu tash, shkrimet janë se në qoftë se kontrata ka thashun elementet e korrupsionit dhe të krimit, atëherë kontratën në vendin tonë është pavlefshme. Kontratët jashtë pastaj i bëjmë letë pavlefshme. Në qoftë është pavlefshme sepse ata që janë bo pronar, në qoftë janë bo të fshetë, se neve në shqitën një ditë janë bo, një ditë jo. Në qoftë ata kishin mundësi, i kishin gjitha mundësi që ta shohin, ta kuptojnë, ta hetojnë nëse është e lishme kjo kontratë, këto e humbin ata mbështetjen që kanë për botë që merren me qeverinë e juaj, po këto duan shpërblim, se tokën do jo marrim ne. Le të hidhet për drillet kë kurve i gjatë, sa kanë ardhur tek ne. Shkoni atje, si ka ajo veni joni bukur aty në Sarand, si ka ajo në breg të detit, futeni aty në muzeum, edhe do shikoni në mur, nuk është muzeum, është e hapët, si kalaja, harrova të, është vendi më piktoresk që kemi ne. Ja fali Roma, Cesarit, ja fali sot 2000 vjet, edhe ke aty shprona ati Cesarit, po shprona shqiptarve. Nuk na e merr kush neve Sezanin sa ko që ne ekzistojmë, do ta marrim me forcë, do t'ja hedhën ne risortet, po na i marrin me forcë. Por problemi është se do na kërkojnë atë dëm shpërblim në gjykatët e botës, kur ne të mos i lejojmë. Kushnera kush për nënës ka bo kushnerin. Edhe një herë, unë jam Amerikan. Unë e du Trumpin më shumë se sa kam dash qeverin që shkojt pederastave. Sikur se ky klishkurve, ky Edi Rama, jo vetëm ka urry për ka ardhë në ambasadë në Amerikë, edhe ke gazetet, që ka bo thirrje shqiptarve, këtu rreth rrotull që mos bëjnë gabim të votojnë për Trumpin. E del sot se këta janë njerëzit më të liq, këta janë diplomatë, këta janë njerëz të poshtër, të flisht, këto dhe kush mbron këtë sojë sarallop që kemi sot në qeveri. Por vëllezër e motra, në qoftë se ne e vërtetojmë nesër para botës që këto kishin mundësi ta dinin që kjo kontratë po u jepet në mënyrë ilegale, në mënyrë klandestine, me korrupsion, edhe sa është krim kombëtar në Shqipëri, edhe prapë e nënshkruan kontratën, eto e humbin çështën e gjykatën ndërkombëtare. Por në të njëjtën kohë mos harroni se këto maskare, këto klyshkurve që i kanë bërë këto kontratët fshehta, ilegale, këto në Shqipëri dhe jashtë Shqipëri kanë prona të bëjnë me krim, prona të bëjnë me dhunë, me korrupsion. Do t'ja marrin pronat, Balluk, e Berish, e Edi Rama, e kushto që janë, e Ilir Meta, do t'ja marrin pranët se këta me njëri tjetrin me falni për shprehjen, i fërkojnë bullet njëri tjetrit, gjoja, po i luftojnë me spak, po si kanë marrë një pronë, akoma mos e marrin një diçka të vogël me thonë, por pra bravo i qoftë, që kanë bërë diçka se mund mos kishin bërë asgjë, prapë edhe për kaq sa ka bërë spaku, rrofshë dhe faleminderit spakut. Duhen vlerësuar ato që kanë bërë,
sikur se duan dënu për ata që s'kan bërë dhe kanë mëllësyt, kur kanë pas detyrë të bonin. Por do t'ja morim këto prona edhe do t'i përdorim për të la mutin e tyre që jenë pa e t'i kthejmë shqiptarëve dhe do të paguajmë ne botën prap, se mund edhe t'i fitojnë gjyqet këto kushneret, e kushnoni ka bo kushneret, edhe do duhet t'i dëmsh problem, se shteti njifet shtet edhe në qose për mys me forcë. Edhe në qose për mys me gjekverve, sidomos kur ka pas parlamentin e dy kurveve, ku i kanë kalu këto ligje bashk. Kështu që pronat që do sekostrojmë, do detyrohemi të paguajmë këto që do fitojnë gjyqet në qose fitojnë, inshallah nuk e fitojnë, s'duhet të fitojnë, por nuk ka gjithmonë drejtësi. Sikur se nuk ka drejtësi me Bashkimin Evropian sot, që myll syt, që edhe kundër normave, kundër të veta kur shef që një shtet fashist si jund për shkel me kom protestuesit bafajshëm, kur edhe po të ketë bo krimet, ketë gjujt me ves, është për tokë. E kanë thull për tokë dhe shkelin dhe gjujt me kom. Edhe akoma se kanë fut purkat zavaranik, orë sa do 4-5 polic. Kjo është edi. Për vlesër e motra, do dini diçka. Në qose ligjet janë këthy. Në qose ligjet janë këthy. Edhe për të bëmë të mundme, këto korupcion, këto kalin çdo mas. Këto kalin çdo mas që do të një dënim i ashpër. Në qoftë se hipoteka për shembull, e Vlorës në qoftë se ka pas sezanin, kur shto nën punës i thjesht që nuk ka ngrit zonin, nuk ka kundërshtuar, jo mo që ka thut firmën, duhen hetu. Duhen hetu se janë krime shnjërsore, janë krime kundër kombit. Kur çdo që është detyru ka pas shëntazh dhe nuk ka shku të denoncoj, nuk ka ngrit zonin, po ka hesht, është natyrisht nuk është kriminal Saidi Rama. Do të shifet me kujdes kush e pati hipotekën nën kontroll, nën autoritet, në qoftë se Sezani ka qenë nën hipotekën e Vlorës dhe jo për shembull në Tiranë ku do t'ju. Edhe do të shifet me kujdes a ka duhet të krijon evidencën. Jo vetëm është Rama kriminal që dihet që s'ka më, por a ishte i përfshim ky kushneri dhe Ivanka në këtë aferë korupcioni, edhe patjetër që do gjeni informacione se ishin, se kryetari i qeverisë më thonë që ka darku keni jo një fjalë, hunger dark apo drek, me këto para se të bëhen kontratet. Këta tregojnë që ata e dinin se çfarë po bëjnë. Pse? Çfarë misioni qeveritar patën? A Ivanka apo ky kushneri djali i Trumpit, që djali i themi ne djali thon dhëndrit, djali në djali sipas ligjit tash në Amerikë. Ndaj thash djali i Trumpit, se kështu thuhet në anglisht, po në shqip dhëndri i Trumpit. Çfarë misioni shtetëror pati që erdhi u taku me Edin dhe pse taku para gjoja finalizimit të kontrateve. Këto duhen shiku me mësi se i kemi baza nesër pas nesër, kur në gjykata, mos i të zhvlerësojmë se ne kontratet të tona i kemi leti grisim, i kemi leti hedhin kosh, por ai e ka kontratën në kasafort fjallavje, në shtëpinë e tij në Amerikë, në shtëpinë e bardhë, sa janë shtëpi të bardhë dhe se ka marrë koha, po në Tel Aviv kudo që ta ketë kontratën e gristi po se gris ai. Këto pisligje. Pra si do të ne të bindim gjykatët ndërkombëtare nesër pas nesër që këto e dinin që ka korupcion, morën pjesë edhe vazhduan kontratën edhe pse e dinin ose duhet të dishin, se po të di ai, po të vërtetësh që ai që bleu kishte ose kishte gjithë mundësi të dinte që është korupcion botë pavlefshme. Ajo, si thon, pretendimi i tij mbi Sezanin. Këto ne duhet të dimë. Por ajo që është edhe akoma dhe më rëndësishme është, me sa diun, me sa ndalin kështu, më vinë si vegime, parasyve, në Vlorë janë heq disa, pushun nga puna disa kryetare që quhen këta të hipotekës së radhësi, kjo bën mu, kjo është një element tjetër i qartë, kërcënimet, shantazhet, përpjekjet me mbulu gjurmët, mos dish se kush është fajtori, edhe për këto
pisliqet që janë bon britetin e Vlorës, edhe sidomos me Sazanin. Por aq më keq ka mundësi, me sa më men e kam dëgjuar, që hipoteka e Vlorës është mbyllur dhe ka ardhur në Tiranë, të jetë komplet në kompetencët e këtij hajdutit krye kriminali. Ç'lidhje ka pas ky verse me bo këto pisliqet, këto krimet, pra vlesër e motë. Pra, se këtu është vap, edhe mu në Prishtinë, po më pret se kam ardhur në Prishtinë edhe po ri që të flas me ju këta dhimbje të madhe shpirtërore që kam sot. Pra vlesër e motra, ne nuk duhet të ndalim protestën, nuk duhet të rrim në hije, nuk duhet të rrim të shohim që bëjnë këta niprat tonë, mesët tonë, djemtë tonë, vajzët tonë, edhe disa nga ne që janë bo shembull për ne që janë bashku protestës, por duhet i bashkohemi. Edhe ju njerëz të thjeshtë në punës, kryesisht fshataret, që aq mend kanë, por i ka dhënë 2 lek. Shqiptarit, fukara dhe budolla, po i dhej pak një 2 lek kur s'ka, edhe po i dhej një kompetencë kur se meriton, një urdhër, një shkres. Ata bohen vasal për gjithë jetën, prandaj neve na kanë marrë për xhandare, qahallare, për ndërit të mëdha. Se ne vritemi po të bëhemi besnik, po vetëm kombit nuk dim të rrim besnik. I bëhemi besnik, çdo lloj maskaraj, çdo si qeni që rrifet i me shqilma, po nuk e traton Zotin. Kështu ne kemi këto maskaraj, kemi pas gjithmonë, për shembull çdo brigadier në Shqipëri që ka qenë brigadier në kohën e komunizmit, gjithçka brigadier, është najt me natë, gruan e vet e ka pas atje, me bagun të buzët u hap kanal, po vetë ka qenë brigadier dhe magazinier, i të sop shkërdhat. Akom dhe kësaj dite që sot mund të jetë me 5 vetura, me 10 vila, qanë për komunizmin. Kështu jemi në dhe këto maskaret, këto që u ka dhonë nga i detyrë, kryesisht, them fshatar, po janë dhe qytet, ku da që t'jenë, një detyrë të vogël atje në administrat, njeriu që s'ka as përgatitjen, as moralin, as atë bazët ekonomike, financiare në shpidh, po që është përgdhel nga i sistem, edhe nga frika se do të humë këta, pa edhe po se humi, se banë qenë besnik, do të rinë besnik, ku i dërtohëm edhe tyre. Këto që bëjnë protestet, djemët dhe vajzët, nuk janë për detyra, nuk do t'i mushin ato administratët, nuk do vinë manës, nuk do shkojnë tërpaq, asa i që ka nga Amerika, si Sami Gjoka, të punojë atje, po ju do t'jeni më maskarej, po vetëm të heqim këta hale që në kanë shit kombin, që në kanë shit atë dheon, po ju më maskarej do jeni se s'kemi ku t'i gjejmë njerëzit t'ju zëvendësojmë. 5 do jeni demokrate, 5 do jeni socialist. Nuk do i heqim bukën e gojës më klysh të kurvëve, se sot ju keni kudo Shqipëria, nuk është aq keq që të vush për bukën e gojës, që të vjerë e të boj mutin tjetër në kokë që rish besnik. Bashkohën i këtyre djemëve dhe vajzëve se na kanë marrë edhe një cop ishull që kishim. Na i kanë marrë. Vlezër e motra për krani protestën, bashkojnë në protestës edhe jo frikatsak, jo krima, jo hale, që thoni se vjen ndryshimi, edhe në qoftë se shqiptarët vinë nga Struga apo nga Prishtina, nga gjithëvisët e botës, ato i do ikin nesër, vetëm pastrojmë halen, ju prap do jeni në administrata, më klysh të kurvëve. Sami Gjoka, ju përshnet.